Ndonse nuk ishte pjesë e rendit të ditës, paqja fiskale u rikthye në qendër të debatit parlamentar në këtë seancë të radhës, pasi Partia Demokratike këmbgul për publikimin e listës së përfituesve nga falja e borxheve. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku nga seanca plenare i kërkoi ministrit të Financave të bëjë transparencë. Qytetarët shqiptar, bizneset shqiptare kanë nevojë për transparencë për një ligj që gjykohet që është korruptiv. Ministri i Financave ka detyrën kushtetuese të kthej përgjigje për sa i përket përfituesve. A janë përfituesit koncesionar, a janë përfituesit evazor fiskal, a janë përfituesit marrës së tenderave publik, a janë përfituesit subjekte të SPAK-ut. Ministri i Financave Petrit Malaj argumentoi se lista nuk mund të publikohet pasi përmban të dhëna personale të mbrojtura me ligj, ndërsa kërkoi që kjo çështje të mos kthehet në një debat politik. Informacioni që ju kërkoni nuk mund të ndahet sepse është e dhënë personale dhe duhet të kërkoni konsensusin e debitorit që t'ju japi informacion mbi borxhet që kanë raport me administratën tatimore. Ata tatim pagues që janë në ndjekje penale, që janë në hetim tatimor, nuk përfitojnë nga fshirja e detyrimeve. Merrni dhe lexoni projekt ligjin, informoni para se të vini dhe të bëni retorika boshe politike. Përplasja verbale u përshkallëzua me Tabakun që hodhi akuza për gënjeshtra dhe padituri ligjore, ndërsa mazhoranca kërkoi rikthimin te temat e agjendës. Që të gënjesh kaq patur, po të kesh edhe kaq ignorancë ligjore, unë nuk e di. Ti Zonja Tabaku nuk mund përdorni këtë gjuhë parlamentare. Jo, nuk mund përdorni këtë gjuhë parlamentare. Paqja fiskale që parashikon faljen e të gjitha detyrimeve tatimore dhe doganore të krijuara deri në 31 dhjetor të vitit 2014 nga subjektet dhe bizneset, do të futet për votim në seancë plenare të 11 dhjetorit, ndërsa sipas Partisë Demokratike, kjo amnisti hap kanale të reja veçanërisht për subjekte të pa identifikuara dhe të pandershme.